Është momenti kur vajzat takohen, luajnë me njëra tjetrën, lodrojnë kështu. Lodrojnë vajzat që më lodrojnë që më raf pika, më raf çlodrime. Lodrojnë vogëlushet tona dhe ulen tani zën vend. Do e shohim të karikatura po. Do ta shohim që shkemat po mohabet. Pa. I është përshtatur besoj Crazy TV-s. I është përshtatur televizionit. Se dele Flet Budalliqe aty se do të jetë kohë fushate, besoj. Jo, Flet Budalliqe sepse këta që po e transmetojnë nga i televizion vinë, kupton? E qartë. Pra i duket kështu si një lloj gryke arme. Është dorëzuar, do të ngritur duart edhe ka thënë atë që do të dëgjoj ky që po e xhiron. Themun. Pra i dorëzohemi të çmendurisë, pra le të themi, i dorëzohemi. Monitorime. Nami te protesta. Po si. Si po si, pse si ke dëgjuar ti mediat ndërkombëtare, mediat e huaja që flasin për këtë punë? Po, si urdhron. Media ndërkombëtare me gazetar nga PD-ja, me gazetar shqiptar. Ama media e ngriti zërin. Pusho, dëgjojmë pak Manjanin. Po, ama çdo media ndërkombëtare e nxori protestën e opozitës. Ama të keq edhe media ndërkombëtare me gazetar shqiptar tani. Zërin e ngriti pra tregoj që këtu s'ka normalitet në një farë mënyrë. Bravo, e pas ka ngrit shpëtuar. Pra nuk është se po shkon çdo gjë vaj. Se ngriti, e qethi njëri për këtë, jo. Zërin e ngriti pra tregoj që këtu s'ka normalitet në një farë mënyrë. Bravo. Çdo gjë vaj. Se ngriti, e qethi njëri për këtë, jo. Po pra, ja, foli bukur, mua më pëlqen shumë opinioni Manjanit. Të pëlqen ty, mus më pëlqen fare. Mua po. Jo. Po, ama çdo media ndërkombëtare e nxori protestën e opozitës. Ama të keq edhe media ndërkombëtare. Zërin e ngriti pra tregoj që këtu s'ka normalitet në një farë mënyrë. Bravo. Çdo gjë vaj. Se ngriti, e qethi njëri për këtë, jo. More Juli, këto protestat pse bëhen? Sepse bëhen, po bëhen me për t'ikur Rama. Po nuk ikën pra Rama, akoma ju, nuk ikën. Po me të bëj ç'të doj, ti na lër neve të ëndërrojmë tash. A ke tre forma? Po si këna i më burr, si keni këtë lër më ta. Por thjesht ti duan më habit kjo. Më ëndrrën time politike. Ëndra po, okay. Më habit kjo. Më ëndrrën time politike. Ëndra po, okay. Duhet ta ëndrrosh një gjë që të mund ta realizosh. Po mimo si realizohet kjo? Se ëndra që do fluturonte si zogjt ndërroj u holla i vdiq teknologjia nuk është politike. Është teknologjia. Sa ne sot vëmë në Amerikë me avion. Jo, është teknologjia. Lava e mos u hidh ti se. Po, se është shumë lart ajo. Ikën lart, ikën balon. Ti dhe ti ku Juli shihni shumë ëndra. Shohim se shpresa vdes së fundit. Më habit kjo më ëndrrën time politike. Ëndra po, okay. Duhet ta ëndrrosh një gjë. Juli pranon parat nga një femër ti? I pranoj thot, vetëm të mi jap. Sigur ta dija që nuk je shqiptar. Jo, ç'ne jam shqiptar, unë jam nga Nepali, po si jam shqiptar, më ç'lidhje ka? Ja shikoja. Nuk do t'i pranojnë meshkujt kurr parat nga një femër. Nuk do t'i pranojnë meshkujt kurr parat nga një femër. Mbase për ego maskullore. Dhe flas për shqiptarët, Shqiptarët, patjetër shqiptarët. Okej. Duhet të ndryshojmë. Shikoje. A u binde tani që nuk je si burrat e tjerë? Mirë, let mos jem, vetëm mjep lekët. Nxirr lekët, mjep lekët. Një pyetje më bëra, nuk thashë do t'jap lekë. Okay. Nuk do t'i pranojnë meshkujt kurr parat nga një femër. Mbase për ego maskullore. Dhe flas për shqiptarët, Moj ku po shkon me atë biçikletë, ku e more moj? Mo dhe ti se e kishte Megi në emision. Ja mora një xhiro. E kishte Megi në emision? Ja, shikoja. Programin. Kujdes. Bashk do të shihemi të hënën. Kujdes Meg. Monika Beluçi e bolla. Moj Samir je biçikletës me fund moj? Po, shiko Samir zbret thuaj. Me kujdes Megi. Nuk e shoh më. E morëm sysh. E mora. Ky ishte fiksi dashur miq dhe personte, shumë faleminderit që na ndoqët bashkë me Xhemin dhe Valdit, ju urojmë një natë të mirë dhe shkojmë ku do shkojmë. Po të vizitoj njerëz se je thyer nga dje nga Jam thyer unë. Je shumë. Dhe mi krau këtu. Po patjetër. Më merr pa kraun me vete dhe ma çoj atje. Se po pastaj